Edhe këto rastet cilët nuk dojnë që i kundërshtojnë, rregullohen ose që e kundërshtojnë formimin e shtetit, ata njerëz do të më marrë me pushkatim. Edhe këto me çka me tuna. Ka njerëz edhe ma gjendje që nuk mundën as me dalë, as me ecë, as me punu. Çka me bata me një pension? Për shembull, që gëzojnë një pension me 130 euro. Ose një njeri që ka kontribu ish sistemin, është me fakultet akademik, vjen puna me marrë me 300 euro, çka me baj me 300 euro? Kurse një deputet i Zotit i merr 1500 euro plus çdo sa unë s'ka 200 euro i merr. Plus unë nuk më punon kërkush vetë dykte me shoh që jam një shtëpi e kam të vogël bile që tash me pension kam fillu me rregullu kulmin se s'kam pas mundsi. Sot kam të dhënë diçka, mos çka kamera, mos çka kërkosh, du vetë pi zemrës tënde. A mendoni që politikat e sotit janë tu e bot mundërën, apo të pa mundërën për zhvillimin e Kosovës? Politikat e sotit janë në zero. Asnjë nuk intereson për shtetin, për gjep vetin. Çka do të me pa populli mos formimin e qeverisë deri sot? Populli do të me uqu të gjithë kam edhe me kërku ndryshim ligjin. Edhe këto rastet cilët nuk dojnë që i kundërshtojnë, rregullohen ose që e kundërshtojnë formimin e shtetit, ata njerëz do të më marrë me pushkatim. Se nuk e meritojnë. E shkatruan shoqërinë apo çdo sa u shtrajtue. Me çka meritua? Unë për shembull jam pensioner 72 vjet. Me 200 euro, që me bo me 200 euro? Tash rryma është 40 euro, 50 euro më bëhet rrymë, ujë 5 euro, 10 euro, edhe këto me çka me tuna. Ka njerëz edhe ma gjendje që nuk mundën as me dalë, as me ecë, as me punu, çka me bata me një pension. Për shembull, që gëzojnë një pension me 130 euro. Ose një njeri që ka kontribu ish sistemin, është me fakultet akademik, vjen puna me marrë me 300 euro, që me baj me 300 euro? Kurse një deputet i Zotit i merr 1500 euro plus çdo sa unë s'ka 200 euro i merr. Plus çka kanë që u del shpinë ma shpinë, edhe i nënçmojnë me djetë, nuk i pranojnë me bisedu me medi, se s'u kanë vëna. Çka do të me ba politika për me ndru këtë qëndrim, se ne kena hu vetë besimi? Politika do të, deputet do të me kërkue, ose njës ekspert do të me kërku me bo një leqë, i cilën nuk mund me manipulu me vitet e tona që 8 muaj sa është, 6 muaj nuk formohet kjo është turpi Zotit. Do të me bo leqë, që ose subjekti parë nuk është gjendje me formue, atëhere në mënyrë automatike subjekti dytë me odhëm e drejta. Edhe me ndalu që to subjektit që përforën për çdo ditë ka 10 antar, 20 antar bën pas një deputet, pas një njeri politik e pagun shoqënia ju, në gjepi ju në pagun. I paguajnë partitë politike, na i paguajna. Edhe ata s'punojnë për neve heq, atëherë çka me thonë? A nuk është turp kjo? Edhe i nëçbujnë tani kur të politikë jo, bani ky televizor kështu, jo e keni t'jujen, e kërkoni ato që mendon qytetari. Ju nuk mundi me ja imponu qytetari çka me bisedu mjetet e informimit. Është e drejta çdo secilit më shpreh për mendimin e vet, sepse jeton në shtet. Po unë e propozoj, e kam një propozim, që qytetari i cili jep mendime, mos jep mendime qiellit, po le të vet realitetin. Le të flasin realitetin, mos fregohen. Se për realitetin kur nuk kur çon. Nëse mendon me dhon ka dikuj, atëre humbja është e gatshme. Ti the që s'pomojna mja dal me jetu, jeton punojnë familjar tje? Unë nuk më punon kërkush vetë dykte me shoh që jam një shtëpi e kam të vogël bile që tash me pension kam fillu me rregullu kulmin se s'kam pas mundsi në sistemin kur na që të bëj punë. Kështu që edhe ato për një katë që kam bë i kënaqen jam me mjetet mia me njerëzimin. Kështu që jam i kënaqur. Sot kam të dhënë diçka, mos çka kamera, mos çka kërkosh, du vetë pi zemrës tënde. Kjo me të mejtë veç mes neve dëve, mos çka kërkosh, se më njerëzit të TikTok ku mi dhajnë pare, unë e du mi avdhon këtë njerëz. Nashtë janë pak, po sa do që janë bile spako një drek. Një simbolik. Po. Trujt Zoti e faleminderit që pjesë jona. E ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Me pak mujna me bë shumë. Gjanat e mira vijnë kadale. Po si duket durimi në har fundi. Edhe na t'jena durushëm derisa ti thojna boll ma durim se mos po mujnë duroj. Kështu që rëni me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na.